نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Vëllezër të dashur, ne ishim në hijen e surës së bekuar, Suratul Rum, por sot huazuam këtë ajet madhështor nga sureja Ali Imran. Nga se në këtë ajet përmendet ndodhia, ballafaqimi, betejë e parë e muslimanëve me mushrikët e Mekës dhe fitoria e parë vërteta ndaj gënjeshtrës. Andaj lufta e Bedrit është mirë të përmendet, është mirë që përcjellet fëmijëve tanë se ka qenë nga dhënimi i parë, fitoria e parë e muslimanëve dhe është një mrekulli e veçantë. Vëllezër të dashur, lufta e Bedrit ka ndodhur me 17 të muajt të bekuar Ramazan, siç është dita e nesër, kurse sonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur sonte natën e 17 të muajt të bekuar, është bë gati, është përgatit me aq ushtar sa ka mujt me të bua dhe me mushrikët e Mekës janë ballafaquar. Pra, arsyeja për këtë betejë, për këtë luftë ishte, nuk ishte qëllimi të luftohet, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kuptoi se disa karvane të Mekasve nga Shami do të kalojnë pranë Bedrit dhe pranë Medines dhe i nxorri disa sahabë që ti marrin atë pasuri. Kjo nuk ishte plaçkitje, se disa islamofobë e ashtu e llogaritin, por kjo kishte një të drejtë të plot, nga se ta që kishin ardhur në Medinë, muhaxhirët me krye me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ishin detyruar të lënë shtëpitë e tyre, bagditë e tyre dhe gjithë çka kanë patur, vetëm ta shpëtojnë imanin. Ishte një sahabi i pasur, Suhejb Rumi, ai kishte shumë pasuri. Dhe mushrikët e Mekës, kur kuptuan se ai don të shkon në Medinë, i thanë ti mund të shkosh, ama nga pasuria jote kur gjos guxon të marrësh. Edhe ai u pajtu, s'kishte mundësi që bëj pa, u pajtu. E la të gjithë pasurinë, si them ne me dorë në xhepa, edhe shkoi në Medinë. Kur kuptoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ki sahabi e kalon të gjithë pasurinë, shtëpinë, bagëtinë, krejt, tha pas ka fitu. Subhanallah, dhe jo mirë vllajdash. Tha pejgamberi pas ka fitu. Nuk tha po si e kalon gjithë pasuri ka ardhur pa hiç. Tha pas ka fitu. Çka ka fitu? Imanin e ka fitu. Imanin e ka shpëtu. Subhanallah. Andaj kishte të drejtë që të dilet dhe të merret ajo pasuri
Dhe e dyta që të regon pejgamberi, mushrikëve Mekës se nuk kanë vdekur. Ato janë largu nga Mekë, por nuk janë largu nga kjo dynja. Dhe kanë forcë edhe të hakmerë. Mirë po, Ebu Sufjani, ka qenë buri mençur, kishte kuptuar këtë pregatitje, këtë plan të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kishte lëshu rrugën, e kishte ndru rrugën, edhe kishte shku në Mekë. Por atje kur merë vesh të Abu Jehli, kur marrin vesh mushrikët e Mekës, se muslimantë në krye me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që ka ndeshtë të na bëjnë neve, pregatisën një ushtrim mbi 1000 ushtarë. Pregaditur me deve, me ushqime, të veshur, të mbathur, subhanallah, ndërsa këto muhaxhir, refugjar, subhanallah. Andaj, Abu Jehli merr edhe këngëtar, merr edhe muzikant, se do t'i zhdukje muslimat në Medinë, edhe mon nuk do t'ket islam. Kishte mendimi i Abu Jehli. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i erdhi lajmi për këtë pregaditje, i të bëj sahabët pranë xhamisë dhe tha në xhami dhe tha o vëllezër, kështu e kemi situatën. Duhet të dalim jashtë Medinës të mos lëmë armikun të na him brenda. Dhe të gjithë muhaxhirët, pra që kishin ardhur nga Mekka, ishin për po. Të gjithë thanë po ja Rasulullah. Por ensarët, medinasët, nuk flasin, heshtin. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shiruni, tha më tregoni, a jeni për po, a për jo, nuk jeni për të dalë. Atëherë Sa'd ibn Mu'adh radiallahu anhu, tha ja Rasulullah, si duket ti ke për qëllim neve medinasve, neve ensarëve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha po, e kam me ju, tha, se u paqja ata që kishin ardhur muhaxhir ishin kret ngritën zërin, po, por ensarët heshtë. Atëherë tha, në emër të gjithë unë flas, ja Rasulullah, ne nuk kemi sikur jahudët, të cilët i thanë Hazreti Musës, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kështu i kanë thonë jahudët Hazreti Musës, ka thonë shko ti me Zotin tënd lufto, ne do të presim këtu. Kur ta çlirojsh vendin, ne do vim. Zotën edhe sot të kësaj dite, ato me dorën e qetërkuj luftojnë, o vëllezër të dashur. Ata nuk janë luftetar, ata janë tutësit më të mëdhenj në botë, përpara pleshkëshin friget si që i fut. Subhanallah, mirë po, u krija ju, edhe i tha, ja Rasulullah, po që se ti janë shonë detit, ne vim bastet. Subhanallah, po se ti janë shonë detit, ja Rasulullah, neve në kije mbrapë. U gëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha pra pregatitur. Sa u të bun? 314. Natën e gjumon, i bike nata e gjumon, nata e 17 të muajt të bekuar në vitin e 2 të hijret. Mirë po vëllezër të dashur. Para se të ndodhi lufta e Bedrit, Allahu dhul Jalal e boni farz për musliman agjërimin edhe zeqatin. Pse agjërimin e boni farz para gjihadit, që njerit pregaditet shpirtnisht, që ta mundje epshin nefsin e vetë në përmes të agjërimit e i forcohet. A kini pa disa, valla keshtë agjërua më nësën e lotë cigarë. A i ka rapi provimi. A qetri së nduroj pa pi ujnë sa orë. A qetri thotë së mëri pa hangër. Ka rapi provimi. Pra agjërimi është një provim, një forcim i shpirtit dhe personalitetit. Andaj Allahu dhul Jalal e boni farz agjërimin dhe zeqatin. E pse zeqatin? Se gjihadi don pasuri. Lufta pa pasuri nuk bëhet, o vëllezër të dashur. E dim këtë të gjithë. Dhe dul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Medinja, ja mësyni Bedrit. Bedri është 170 kilometër jashtë Medinës. Dulën larg Medinës që të mos rrezikohet Medina. Edhe kur arritën në Bedër, fusha e Bedrit, sot atje është bo qytet, aty në vorret e 14 dëshmorëve të Bedrit, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithë natën u lut, o Zot, dhe themi vëllezër të dashur, të mos kishten në fitoria e Bedrit,
të mos kishten trimëria dhe sakrifica e qatyre 314 muslimanve, sot asne nuk do t'ishim musliman. Nuk është çuditje. Pse? Me argument? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtu Allahu dhul xhelal me lutje dhe tha: o Zot, nëse zhduken që këta, e kish fjalën për ushtarët e Bedrit, për ushtrinë e Bedrit 314, tha: o Zot, po që se lejon ti të zhduken që këta, mo nuk do të ketë kush të thotë shahadetin në sipërfaqen e tokës. Pse ka del kjo mana? Po të zhdukeshin që ato në luftën e Bedrit. Atëherë mushrikët e Mekës e kishin synim Medinën, dhe do të shkonin në Medinë dhe të gjithë do të zhduknin. Edhe ku do mbeshte mo musliman? Subhanallah. Pra që ato ushtarët e Bedrit, që ato kanë qenë në krye me pejgamberin, qelsi që Islami të vazhdo. Dhe normal, kur arritën në vendin e Bedrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ndali, tha që këtu do të pozicionohemi. Erdhë një gjallë i ri me emrin Habab ibn Mundhir, gjallosh i ri, tha: ja Rasulullah, këtë vend e ke zgjedh me urdhër të Allahut, apo me ijtihad e ke zgjedh vetë ju si njeri? Tha: jo, unë e kam zgjedh, nuk më ka urdhëru Allahu dhul xhelal. Çfarë çfarë pyetje? Nëse është urdhni i Allahut, u kry, nuk ka më diskutim. Por pejgamberi bën ijtihad. Tha: ja Rasulullah, unë tash heca, që atje thash pash një kronjë ujë kishte. A bën dalim ne andej, e ta kemi ujën ne me vete, e mos jalom ato të kenë ujë ne pa ujë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me njëherë, tha: qohën një burra, e ngriti ushtrin për shkak të fjalës një djalit të ri. Ai kishte me pas qenë sot dikush, ave leja të ti, komandanti ka thonë: jo vëllai dash. U ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjithë ushtrin edhe dulën të vendi i propozuar nga Habab ibn Mundhir. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vëllezër të dashur, gjithë natën ka bo dua, gjithë natën ju ka lutë Allahu dhul xhelal. Dhe Ebu Bekri rrinte afër dhe thoshte amin. Dhe i ra xhubja pejgamberit. U ngrit Ebu Bekri, vënoj xhuben në krah dhe i tha: ja Rasulullah, më shiroj veten, pusho pak, se nesër nuk të shkojmë në luftë, nesër të him në luftë. Subhanallah, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Ebu Bekër miqde, se me erdhi Gjibrili dhe më tregoi se Allahu dhul xhelal do t'i zbret në ndihmën tonë 5.000 melek. 5.000 melek, atje në Bedër, o vëllezër të dashur, pak mande, është një kodër. Ajo kodra mban emrin Jebelul Melaike, kodra e melaqeve. Kemi hip në atë kodër, kemi pa që aty kanë qëndruar melaqet afër. Melaqet nuk kanë marrë pjesë në luftë, por ka qenë inkurajim, ka qenë forcë psikike dhe shpirtërore, që muslimat kanë thonë: ato janë binimi, ne jemi 314, por ne me vete kemi 5.000 melek, komandanti i tyre është Gjibrili alayhis salam. Para mendo, ajo ishte inkurajim, forcë, dhënë forcë shpirtërore, edhe ishin të fuqishëm. Dhe në fund Allahu dhul xhelal, pasi që mbaroi lufta në favor të muslimanëve, nga ushtria muslim islame, ranë vetëm 14 dëshmorë. Vetëm 14. Kurse nga mushrikët e Mekës, 70 ranë viktima, edhe 70 u zunë robë. Ai Ebu Xehli, që kishte marrë këngëtare, muzikanta, ta festoj fitoren, ra viktim, ju hoq koka. Kush e preu Ebu Xehlin, 2 djelmosha të ri, Muadhi dhe Muawiya, 2 të ri, ju afru njënit pi sahabe, i thanë: cili është ai Ebu Xehli? Kishin dëgjua ta, se Ebu Xehli, si pas tonjës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Firauni i Umetit, faraon. Tha: cili është ai? Ja tregoje, tha: çaj është Ebu Xehli? Ata 2 djelmosha u përqëndruan vetëm direkt me Ebu Xehlin
dhe e pret, e rëzum për toke, 2 djelmoshe, e vranë e Buxhehlin. Ai që kishte marrë këngëtare, muzikante, mishtje, kur e kishte marrë deve për there, shkoj, the qafën faraoni, inshallah gjithë faraonët the qafën, sikuraj dhe sikuraj faraoni Musës, o vëllezër të dashur, dhe për një gjysmë dite, prej kur ka agu mëngjezi e deri në mesditë, lufta e Bedrit përfundoi me këtë sukses, me këtë rezultat. 14 nga muslimanët, 70 plus 70, pra nga mushrikët e Mekës, 70 të vrarë edhe 70 të zonë rrok. Përfundoi lufta e Bedrit. Subhanallah. E Allahu dhul Jalal i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo vlen edhe për neve, ve ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah. Zbritja e melekëve ka qenë vetëm mbyqje si harrik dhe përforcim, kurse fitoria është prej Allahut. Edhe këtu të mos gabojnë musliman që të thonë ne kem të humba, me i kishim mbrapa me latin. Jo vëllai dashur. Lufta, fitoria ka qenë vetëm me ndihmën e Allahut dhul Jalal. Wa ma ramejte idh ramejte walakin Allah rama. Thot Allahu dhul Jalal, nuk ke gjujt ti, po ka gjujt Allahu dhul Jalal. Ai i ka shkatru, por muslimanët kanë dalë në luftë. Jo rrini në Medinë se Allahu t'i zhdukja do t'i shkatrojë. Jo, vëllai dashur. Duhet me dhënë kontributin aq sa ke mundësi, atë përqindet tjetër e plotson Allahu dhul Jalal, kur muslimanët janë me Allah. Andaj, vëllezër të dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se të fillon ballafaqimi frontal, mbushi një grusht me rër, me zall, dhe tha shahet il wujuh dhe hudhi zall. Atë rërën e hudhi, çdo njërit prej tyre i ka shku nga disa grimca të zadit në sy, i ka qaru, e kush është kjo? Çfarë fuqi është kjo? Pra ka dasht Allahu dhul Jalal. Pastaj ato kanë ardhur vetë, por kjo ka qenë një sulm psikik, që ato e kanë pasë nuk do t'jetë ajo që ata mendojnë. Edhe kështu vëllezër të dashur, përfundon lufta e Bedrit me këtë numër shumë të dalluar ushtarakisht, por kur është Allahu dhul Jalal me një palë, ato janë fitimtar, dhe kthehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët në Medinën e bekuar, në Medinën e ndriçuar, me një fitore madhështore. Andaj lufta e Bedrit duhet të shpjegohet fëmijëve tanë, duhet të shpjegohet të rinjve tanë, që të dinë se duke ndejtur kur gjo nuk vjen, duke dhonë kontributin vjen çdo e mirë, çdo fitore, çdo sukses, dhe muslimant e festuan këtë ditë madhështore, prej atëherë dhe deri sot vazhdojnë ta festojnë. Kjo ditë nuk ka ndonjë namaz të veçantë, nuk ka ndonjë ibadet të veçantë, por vetëm në aspektin historik, si ndodhi madhështore, duhet ta njohin musliman, nga se është një mësim, është një lekcion i bukur që jep me kuptu se me ndihmën e Allahut nuk është një pyetje numri as fuqia, por Allahu dhul Jalal thot wa a'iddu lahum mastata'tum, pregatiteni kundra armikut sa të keni mundësi, maksimum shfrytëzoni, edhe në aspektin fizik, edhe në aspektin ekonomik. Prandaj në aspektin shpirtëror, thamë Allahu dhul Jalal së pari e bëri fars agjërimin, së dyti e boni fars zekatin, e pastaj vjen gjihadi. Pa forcë shpirtëror, pa forcën e imanit dhe të bindjes, dhe pa ekonomi, o vëllezër të dashur, nuk bëhet, nuk ka fitore. Qoftë ajo gjihad, qoftë ajo shkollim, qoftë ajo përparim, në çdo aspekt. Pra wa a'iddu lahum mastata'tum, pregatiteni sa të keni mundësi, dhe nëse ju nuk keni të barabartë me ata në aspektin ushtarakisht, në aspektin e armatimit, ta dini se
nëse e boni ato që mundeni, tjetrën e plotson Allahu Dhul Jalal. Pra vëllezër të dashur, ishte një përcjellje shumë në pika të shkurta, shumë e sakatume kjo shpjegim se lufta e Bedrit meriton ligjërata. Libra janë shkruar vetëm mbi luftën e Bedrit, mbi ballafaqimin e parë të muslimanëve me mushrikët e Mekës dhe mbi fitoren e muslimanëve mbi ata të cilët e kishin vendosur që ta zhdukin Islamin, por Islami nuk zhduket, e ka marrë në mbrojtje Allahu Dhul Jalal. Fatlum është ai që punon dhe kontribon për këtë din, mjeran është fatkeq është ai cili ja kthen shpinën kësaj feje apo nuk kujdeset për to, qoftë në çdo aspekt. Andaj ne e lutim Allahu Dhul Jalal që muslimanëve t'u jep fitore sikur fitoria e Bedrit, por musliman duhet të përgatiten në çdo aspekt dhe lutim Allahu Dhul Jalal, Allahu që ndihmon muslimanëve kudo që keq trajtohen. Lutim Allahu Dhul Jalal rinin tonë në Islam të udhëzon. Pleqve tonë të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot. Të varfërit tonë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tonë t'i shëron, të burgosirit tonë të pafajshëm t'i liron. Mbarë vëllezërve në rrugën toksor Allahu që ndihmon. Neve dhe familjet tona dhe barë musliman nga çdo vështirësi e kësaj bote dhe nga azabi i xhehenemit të na mbron në Jannatul Firdaus të na bashkon. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك القادر العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.